Loja me fat mori fund. Tash për ta filloi loja me ligjin. Këtij lokali në qendër të Vushtrisë, policia e Kosovës i vuri drynin pas një aksioni ku në pa nxorri se brenda lokalit kundërligjshëm luhej bigjoz. Si rezultati i aksionit të policisë dhe prokurorisë themelore në Mitrovic, në pranga vetëm në Vushtri ranë 6 persona. Pas meje, ky biznes në Vushtri është vetëm njëri nga 10 lokale dhe 3 shtëpitë e banimit, të cilat me urdhër të prokurorisë themelore në Mitrovic janë mbastisur në ndyshimin se kanë organizuar veprimtari të jashtëligjshme të bigjozit. Autoritetet gjatë aksionit kanë sekuestruar mjete dhe pajisje elektronike të cilat dyshohen se janë përdorur për organizimin e lojrave të fatit. Ndërkohë, po ashtu janë sekuestruar dhe gjetur edhe dokumente të cilat pritet që të ndihmojnë në zbardhjen e plotë të këtij rasti. Por aksioni nuk u ndal vetëm me kaq. Operacioni u zhvillua në Mitrovic, Istog e Skënderaj, duke goditur jo vetëm bigjozin ilegal, por edhe skema të dyshuara piramidale. Si pasojë, prokuroria njoftoi se janë arrestuar 34 persona të dyshuar, prej të cilëve 29 janë dërguar në ndalim prej 48 orësh. E gjatë këtij aksioni u gjetën rreth 170.000 euro para të gatshme e u sekuestruan prova materiale, armë zjarri dhe 5 automjete. Një aksion të tillë ndonse të duhur, megjithatë vlerëson të vënuar ish drejtori i policisë, i cili tha se kjo veprimtari është duke lulëzuar në Kosovë. Ai pati edhe një thirrje për policinë e Kosovës. Dënë qytetet e mëdha në Ferizaj, në Prishtinë, kudo, në Prizren, pyeti qytetarët dhe të gjithë kanë informacione me qenë të janë prej mashtrimeve, të deponimit të parave tek individ me skema të ndryshme kriminale piramidale, të cilat janë duke manipuluar me keshin që është tek qytetarët dhe janë duke varfëruar shumë qytetarët e Kosovës. Edhe njerë po e them me bindje të plotë që skema piramidale dhe bigjoz ilegal ka kudo në Kosovë. Çalaj thot se ka informacione për individ të përfshirë. Do të bëj publike emra për shkak se ndoshta policia e Kosovës është duke jetuar dhe s'duhet ta dëmtojë ndonjë rast. Mirë, po në policisë Kosovës i duhet ndonjë informat. Unë jam i gatshëm që të hap kontributin tim në këtë drejtim. Nga përvoja në polici, Refki Morina thot se zakonisht personat që kryejnë vepra të tilla janë ata që edhe më herët kanë pasur telashe me ligjin. Ca raste ne kemi të bëjmë edhe me kryes recidivistët që në një mënyrë tjetër kanë përfunduar dënimet e tyre, edhe nuk kanë mund të risocializohen në tërësinë shoqëri dhe prapë personat e tillë ndërmerren me zanatin e vjetër, me veprimet e vjetra, prandaj duhet institucionet e sigurisë të përcjellin personat e tillë edhe pas vujtjes së dënimit. Në mesin e të arrestuarve për këtë rast raportohet të jetë edhe Fahredin Mujka, vëllai i kryeshefit ekzekutiv të ndërmarrjes hidroekonomike i Bërlepens në Mitrovic, Faruk Mujka. Televizioni Dukagjini gjatë së dielës ka tentuar të kontaktojë përmes telefonit me Mujkën, por që gjatë ditës nuk ishte mundur.